Ansat për me qenë pjesë e shkollës, sepse duhet edhe një notë e mirë me kanë. Ne pretendojmë që gjithë herë t'i marrëm nxënësit më të mirë të mundshëm që i kemi. Si target i kemi 3 komuna, është e Prishtinës, është e Podujevës, është e Fushë Kosovës, këtë rast edhe të Biliqin këtë vit kemi dhe jemi t'ju zgjeru. Nuk e kemi një vendim për një çështje të notës mesatare, por gjithmonë përparësi kanë nxënësit që kanë një sukses më të lartë dhe gjithmonë ata të cilët më herët rezervojnë vendet e tyre për brenda shkollës aty. Sepse tash na derisa po flasim, edhe pak hym në vitin 2026 edhe shumë shpejt shkojnë mujt kur vjen edhe koha e regjistrimit. Edhe ata të cilët dojnë me u regjistru, duhet edhe me ardhë me rezervu, sepse në për klasa nuk ka nxënës shumë. Gjithmonë jeni kujdes që të ketë më pak nxënës që t'jetë vëmendja tek secili prej tyne. Vërtet është që ne Ministria e Arsimit, respektivisht institucionet përgjegjëse për akreditim, i kanë caktuar kuota